Deputetja e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi është tërhequr nga kërkesa e paraqitur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për heqjen e masës së sigurisë, detyrim paraqitje, që është vendosur në kuadër të hetimeve të aferës CESDIA dhe lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryemadhi kishte depozituar këtë kërkesë pak ditë më parë, duke pretenduar se masa ishte e bazuar dhe se nuk kishte rrezik për të larguar apo për të penguar hetimet. Megjithatë, në seancën gjyqësore të kësaj të hënë, përmes përfaqësuesit të saj ligjor, ajo njoftoi tërheqjen nga kjo kërkesë. Në këto kushte, gjyqtari i çështjes Erion Çela vendosi mospranimin e kërkesës me argumentin se ajo mbeti pa objekt pas tërheqjes nga vetpala kërkuese. Monika Kryemadhi dhe bashkëshorti i saj, ish presidenti dhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, janë nën hetim nga SPAK për 3 akuza si pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të pasurisë. Të dy ata lidhen me hetimin e skandalit CESDIA, një nga çështjet më të përfolura, si dhe me pagesat e dyshimta të kryera për lobim në SBA, në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që në atë kohë drejtohej nga Meta. Përveç hetimeve penale, SPAK ka urdhëruar dhe një hetim pasuror të zgjeruar ndaj çiftit Meta Kryemadhi për të verifikuar burimin e të ardhurave dhe mënyrën e krijimit të pasurive të tyre gjatë viteve në politikë. Kryemadhi dhe Meta i kanë mohuar akuzat dhe i kanë cilësuar ato si përpjekje politike, ndërsa Partia e Lirisë vijon të deklarojë se hetimet kanë për qëllim goditjen e opozitës. Pavarësisht kësaj, procesi vijon dhe pritet që muajt në vijim të jenë vendimtar për zbardhjen e plotë të kësaj dosjeje voluminoze.